Kemi një shembull nga historia e shekujve të kaluar të një figure të rëndësishme në botën e politikës evropiane ose perëndimore. Për shembull, ka dështuar ai në punët e tij në vitin 1831. Pastaj përsëri ka dështuar në vitin 1834. Pastaj në vitin 1835 i vdes gruaja, që pas asaj në vitin 1836 tjetë do thotë i smundur psikikisht për shkak të vdekjes së gruas së vet. Në vitin 1838 i humb zgjedhjet. Në 1846 përsëri i humb zgjedhjet. Në 1847 përsëri i humb zgjedhjet. Në 1855 dështon dhe nuk bëhet kongres në Kongresin Amerikan. Në 1856 dështon dhe nuk mund të arrijë të bëhet zëvendës kryetari i Amerikës. Në 1858 përsëri dështon dhe nuk bëhet kongresmen. Pas këtyre dështimeve, kur ti mush 60 vjet bëhet kryetari i Amerikës, është fjala domethënë për Abraham Lincolnin, i cili është figurë e madhe në historinë e Amerikës. Dështim, ama në fund njeri jam syni edhe u bë kryetar i shtetit të madh edhe të fortë në atë kohë. Dhe na si shqiptar dhe si musliman këto vende tona shpesh herë ballafaqohemi me dështime të kategorive të ndryshme. Mes tyreve dështimet bazore që janë në fe, po edhe asaj nga jetja e përditshme dështimet politike. Edhe shpesh herë e shohim tek populli jon e kap një demoralizim, e kap një mërzi e madhe. Çka u bë puna? Tamam pse e morë ti njerë pina 10-ën, deri 2001-shën, do thotë mërzi të dështimeve të njëpasnjshme. 2001-2002 vjen një shpresë e re. Ai tash ka mundësi me na ndryshu historia dhe me ndodh më mirë. Pak ecë mirë përsëri kthehet dështimi edhe populli mërzitet. A ka hapësirë mu mërzit? A ka hapësirë mu dorëzu? Apo duhet me vazhdu luftën tonë, duhet me vazhdu përpjekjet tona, duhet me vazhdu mundimet tona, mundin tonë? Padyshim se është domethënë qëllimi i këtij sqarimi dhe këtij mohabeti. Ky Abraham Lincoln, i cili pas këtyre dështimeve kur i bën 60 vjet bëhet kryetari i Amerikës, ai domethënë e thotë ti nuk dështon derisa nuk dorëzohesh. Në momentin që ti dorëzohesh ke dështu, ama përderisa ti lufton, përpiqesh, ti nuk ke dështu. Je në proces të korrjes së suksesit. Dhe na si popull, edhe si individ, edhe si xhamat duhet vazhdimisht të përpiqemi të mundohemi dhe as se si të dorëzohemi. Se në momentin kur na dorëzohemi, e humbeti, e dështove edhe fitoj tjetër. Edhe kjo është njëra prej qëllimeve që u bëhet popullit tonë në këtë vend me korruptimin e njerëzve që përfaqësojnë popullin. Që ti me ta humb shpresën dhe ymytin dhe me thonë se vallai s'bëhet gjë për kësaj pune. E me alon dorë këtë tjerëve, jo. Ti duhesh çdo herë me qenë ai i cili ke me luftu, ke me përpjek, ke me u mundu, me dhon kontributin tan për me përmirësu jetën tonë, për me siguru një ardhmëri më të mirë fëmijës tanë në këtë vend ku ti jeton edhe vepron. Njëri prej studiuesve të kësaj lëmie në një emision të tij tregon domethënë se rruga e suksesit kalon nëpërmes dështimeve të njëpasnjëshme që i ka njeriu, por që nuk dorëzohet. Dhe andaj thotë, nëse mëharët kanë thonë se pas çdo burri të suksesshëm që ndodh një grua e mirë ose një grua e madhe, do të ishte arsyeshme të themi se pas çdo njeriu të suksesshëm qëndron një proces i dështimeve të vazhdueshme, pa dorëzim nga ai. Edhe kjo domethënë është ajo që neve edhe Kur'ani na mëson. Për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur vjen ai sahabiu që i thotë o Rasulullah, ma tregon një fjalë për të cilën askën pas teje s'ka më pyet. Një fjalë përmbledhëse. Çka i thotë? Thotë amantu billah, faqul amantu billah thumma istaqim. Thuaj besova në Allahun, pastaj përqendro në këtë rrugë. Vazhdo, mos u dorëzo, ec. Nëse ti mbetesh në rrugë, je sukses. Nëse ti e lakon rrugën, e ndron rrugën tu mendu se je duke dështuar, ti vesh ke filluar me dështuar. Edhe feja të mëson që ti jesh i pandalur në rrugën e ecjes tone përpara, pa marrë parasysh domethënë dështimeve që ndodhin, peripecive që ndalin.